Para divizionit special të gjykatës themelore në Prishtinë, mbrojtja paraqiti sot argumentet e saj përfundimtare në rastin e Banjskës. Avokati Lubomir Pantović vlerësoi se nuk është vërtetuar se çfarë bëri saktësisht Blagoje Spasojević dhe konkretisht theksoi se kërkesa e prokurorit për burgim të përjetshëm është e pabazuar dhe kundër ligjit. Avokati Miloš Delević tha se nuk është vërtetuar se Vladimir Tollić mori pjesë në ngjarjen e Banjskës, duke deklaruar se asnjë dëshmitar nuk e ka identifikuar atë. Maksimović, Tollić dhe Blagoje Spasojević u akuzuan për sulën ndaj rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës dhe terrorizëm. Ata u arrestuan menjëherë pas ngjarjeve në Banjsk. Dhe me 17 prill të këtij viti, Stefan Radullović nga Mitrovica Veriut u arrestua gjithashtu me dyshimin për përfshirjen e të njëjtit rast. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se Serbia po punon për të stabilizuar situatën në Kosovë dhe theksoi se do të vazhdojë të avokojë për respektimin e së drejtës ndërkombëtare dhe ruajtjen e paqes dhe stabilitetit. Serbia do të vazhdojë të punojë për të respektuar rezolutën 1244, Kartën e Kombeve të Bashkuara dhe për të ruajtur paqen e stabilitetin, tha Vučić duke u përgjigjur një pyetje për të komentuar deklaratën e Albin Kurti se Serbia nuk ka hequr dorë nga destabilizimi i Kosovës. Kryeministri i Kosovës deklaroi këtë mëngjes në seancën e qeverisë së Kosovës, ku përshëndeti konfiskimin e fundit të armëve në veri dhe arrestimin e Stefan Radullovicit. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Mbrojtje dhe Punë të Brendshme Milovan Drecun tha sot se propozimi i marrëveshjes franko-gjerman e vrau plotësisht idenë e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, sepse sipas tij ai propozoi nuk ishte neutral ndaj statusit. Drecun tha se pika kyçe e marrëveshjes së Brukselit ishte formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe vuri në dukje se në atë kohë ishte një situatë jashtëzakonisht e vështirë për Serbinë si në aspektin ndërkombëtar ashtu edhe atë të brendshëm dhe se ekzistonte rreziku që institucionet serbe që funksiononin në Kosovë të mbylleshin plotësisht. Partia Demokratike Popullore në Maltezi ka nisur një fushat për tërheqjen e njohjes së pavarësisë së Kosovës nga qeveria Milojko Spajićit dhe kreu i Partisë Demokratike Popullore Milan Knežević tha për radio televizionin e Serbisë se iniciativa do të votohet së pari në Zet dhe pastaj në komunat e tjera me pritjen e mbështetjes së konsiderueshme në parlamentin malazez. Kjo nuk është sipas direktives së Beogradit, kjo është ekskluzivisht sipas direktives së zemrës, mendjes dhe fytyrës, personalitetit dhe gjithçka që përfaqëson Mali Zi, tha Knežević për radio televizionin e Serbisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti theksoi në seancën e qeverisë se Kosova po i afrohet afatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit, duke theksuar se zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare nuk janë opsion, që ne e dim se nuk ka parti që mund të fitojë 80 ose më shumë deputet dhe për këtë arsye duhet të pranojmë rezultatin e zgjedhjeve dhe nga ky pozicion të zhvillojnë diskutime të ndershme dhe të arsyeshme për të gjetur një zgjidhje që korrespondon me vullnetin e qytetarëve, tha Kurti. Takimi midis Albin Kurtit dhe kreut të LDK-s Lumir Abdigjikut përfundoi pa një marrëveshje për president dhe Abdigjiku tha se nuk do të takohet më me Kurtin. Ai deklaroi se Kurti ofroi atij një qeveri të përbashkët 4 ministri dhe postin e zëvendëskryeministit, ndërsa posti i presidentit do t'i shkonte lëvizjes vetëvendosje me mundësinë e shkëmbimit të tij me pozicionin e kryetarit të kuvendit. Pas takimit, Kurti tha shkurt se Kosova ka gjasa se do të shkojë në zgjedhje të reja. Historioni Stefan Radojković tha se me vendimin e Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme që të mos konfirmojë marrëveshjen për antarësimin e Kosovës në Bordin e Paqes,
Qeveria Albin Kurti në fakt po i dërgon një mesazh ish presidentes Vjosa Osmani, nga cila partinë e pushtetu distancua politikisht, por edhe administratës amerikane e cila pezulloi hapjen e dialogut strategjik. Radojković beson se Kurti vendosi të tregojë një shkallë rezistence dhe inati ndaj pjesës më të madhe të bashkisë ndërkombëtare dhe mbi të gjitha ndaj Washingtonit, madje edhe ndaj Bordit të Paqes. Ish diplomati Sy Lukshini tha se antarët e Komisionit të Punëve të Jashtme të Kuvendit të Kosovës bën një gabim duke mos miratuar projektligjin për konfirmimin e marrëveshjes së antarësimit në Bordin e Paqes, duke theksuar se marrëveshjet ndërkombëtare nuk mund të ndryshohen. Moti nesër do të jetë mesatarisht me vranësira dhe merreshje shiu dhe kryesisht pareshje në pjesën e lindjes dhe verisë të Serbisë do të fryjë erë dobët deri mesatare, veriore dhe veri perëndimore. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 5 deri në 10, kurse ajo maksimale ditore nga 8 deri në 16 gradë Celsius.